Për kë ende nuk e di, kolegu im, miku im Florian Binaj ka hedhur kandidaturën për kryetar bashkie. Dhe mua ende më duket e pabesueshme, jo se është e pamundur, por sepse na kanë mësuar se politika i takon më të fortit, më të korruptuarit dhe asnjëherë njërit prej nesh, ashtu siç duhet ishte në fakt. Unë punoj me Florin prej shumë kohësh tashmë dhe një nga pyetjet që më bëjnë më tepër njerëzit kurioz është, ore po ky Flori është vetë kështu apo bën sikur? Sepse në kohën që jetojmë sot, të jesh i ndershëm është kthyer aq e rrallë se që na duket e pabesueshme që ka vërtet njerëz të tillë që thon mendimin e tyre hapur pa u trompur pasojave. Flori është njëri prej nesh, i cili nuk ka ardhur deri këtu fal ndonjë prindi me pushtet apo ndonjë partie politike, por vetëm fal vetes edhe punës së tij. Dhe kush e njeh nga afër e di mjaft mirë se sa përfshihet Flori në gjithçka që është për të mirën e të gjithëve, sa kauza qytetare ka mbrojtur, sa lufton për mbrojtjen e mjedisit duke filluar që nga lagja e tij. Sa për mua Flori e ka bërë gjithmonë kryetarin e bashkisë, pa tituj, pa vlerësime publike, por si vokacion. Ndaj uroj me gjithë zemër që këtë herë të ketë mundësinë ta bëj zyrtarisht për të gjithë ne që besojmë tek e mira pa kompromis. Suksese! Për kë ende nuk e di, kolegu im, miku im Florian Binaj ka hedhur kandidaturën për kryetar bashkie. Dhe mua ende më duket e pabesueshme, jo se është e pamundur, por sepse na kanë mësuar se politika i takon më të fortit, më të korruptuarit dhe asnjëherë njërit prej nesh, ashtu siç duhet ishte në fakt. Unë punoj me Florin prej shumë kohësh tashmë dhe një nga pyetjet që më bëjnë më tepër njerëzit kurioz është, ore po ky Flori është vetë kështu apo bën sikur? Sepse në kohën që jetojmë sot, të jesh i ndershëm është kthyer aq e rrallë se që na duket e pabesueshme që ka vërtet njerëz të tillë që thon mendimin e tyre hapur pa u trompur pasojave. Flori është njëri prej nesh, i cili nuk ka ardhur deri këtu fal ndonjë prindi me pushtet apo ndonjë partie politike, por vetëm fal vetes edhe punës së tij. Dhe kush e njeh nga afër e di mjaft mirë se sa përfshihet Flori në gjithçka që është për të mirën e të gjithëve, sa kauza qytetare ka mbrojtur, sa lufton për mbrojtjen e mjedisit duke filluar që nga lagja e tij. Sa për mua Flori e ka bërë gjithmonë kryetarin e bashkisë, pa tituj, pa vlerësime publike, por si vokacion. Ndaj uroj me gjithë zemër që këtë herë të ketë mundësinë ta bëj zyrtarisht për të gjithë ne që besojmë tek e mira pa kompromis. Suksese!